لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun Gjelle Gjelalu. Ata falenderojmë, për ti fale dhe udhëzime kërkojmë. Salavat dhe selamet për shëndetit më të mira, mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër, dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamat të pranishëm, do të ndajmë disa minuta para hutbës së xumas, që shfletojmë nga libri i Zotit, nga suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke shoqëruar dobi dhe mësime nga dietarët dhe imamët e muslimanëve. Natyrshëm se në prag të muajit të madh të Ramazanit, të gjitha angazhimet, të gjitha përmallimet edhe përgatitjet janë drejt Ramazanit. Andaj natyrshëm se do të shkëputemi nga vargu i ligjëratave mbi mësimet e Imam Bukhariu të librit të tij El Adabul Mufrad, për të përmendur diçka nga libri i Zotit, nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mësimet e dietarëve të muslimanëve mbi Ramazanin. Të nderuar xhamat, kjo është xumaja e fundit e muajit Shaaban, ndërkohë që xumaja e radhës do të na zënë në Ramazan me izën edhe lejen Allahu subhanahu wa taala. Elusim Zotin e Madh subhanahu wa taala që Allahu të na ndihmon në punë të mira, në punë të mbara, në adhurime të cilat na bëjnë më afër Zotit subhanahu wa taala. Ramazani vjen me një varg dobish, të cilat gjithmonë veç në Ramazan shijohen edhe kuptohen, që i bie se sa do që flasim jashtë Ramazanit ose shumë larg Ramazanit për Ramazanin, është vështirë që të shijohet edhe të kuptohet ajo e cila thuhet në Ramazan. Pra me fjalë të tjera, në Ramazan shumë gjëra kuptohen vetë, për mëshirës, për rahmetit, për dobive që i lëshon Allahu subhanahu wa taala në këtë muaj. Donjëherë dhe pa fol nën kuptohet se atmosfera ka ndryshuar, klima ka ndryshuar, gjërat janë ndryshe për shkak se vetë muaji e bën të tillë. Kështu që shumë prej mësimeve edhe shumë prej dobive marrin kallopin e vet për shkak se vet vendi edhe koha është e përshtatshme. Andaj sot do të ndalemi me lejen Allahu te bareke ve teala si java e fundit para Ramazanit, që të përmendim një varg dobive ose planifikime që si duhet të presim Ramazanin. Gjithmonë para Ramazanit flasim si të përgatitemi, si mos na zën Ramazanin gaflet, ta ketë çdo besimtar një plan të vogël apo plan të madh, një agjend se si do ta kalon këtë muaj. Ky muaj të ndëruar xhamat vjen për të na mbush, për të mbush bateritë, por nuk ka mundësi njeriu me e mbush pa e pas edhe sasinë e madhe të asaj që ja nxen prej baterisë. Domethënë ti e mbush një mjet që mban rrym, çat sa ja mundson vetë mjeti. Apo andaj kemi bateria të vogla dhe të mëdha. Nuk është problemi të mbushsi, sa është problemi të pranuesi. E ne jemi pranuesit e Ramazani vjen me na mbush. Dikush mbushet shumë, e dikush mbushet pak, varësisht nga kapaciteti i imanit dhe shpirtit të vet që e ka. Andaj lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelalu që Allahu subhanahu wa taala ta bën Ramazan të mbushës së imanit, mbushës së zemrave me devotshmëri, me afërsi të Zotit te bareke wa taala. Të nderuar xhamal, gjëja e parë që duhet ta kemi parasysh në Ramazan, cila është se Ramazani vjen me disa qëllime. Vjen me disa qëllime. Zoti nuk shlon as një send pa qëllim. E lërë më Ramazanin muajin më të mirë të cilën e ka kriju Zoti i Madh te bareke ve teala. Qëllimi i parë i Ramazanit është që ne të pastrojmë zemrat tona, pastrojmë shpirtat tonë, të bëhemi më të mirë te Allahu subhanahu wa taala. Agjërimi është mjet. Agjërimi është alet, sebeb. Qëllimi o dikun tjetër. Andaj thot Allahu subhanahu wa taala: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Thot Allahu subhanahu wa taala: o ju të cilët keni besuar, juve është bërë obligim të agjëroni, sikur që e kanë pas obligim edhe popujt më herët prej muslimanëve,
Pse? Në mënyrë që të, pra që në përmjet kësaj, në për është kjo mjet la'alla, që të mërinit të devotshmëria, me janë dalë mban me devotshmëri. Për këtë arsye të ndërum xhamat, mund ta shembullojmë Ramazanin apo agjërimin në raport me trupin, se agjërimi në raport me trupin është sigur shtëpia me derën. Shtëpia me derën. Dera është ai mjeti ku hihet në ta, po qëllimi është me mritë shtëpia. Ramazani vjen te dera, vjen te trupi, ti me trup agjeron. Apo, por nuk është proces trupor, sa është proces i zemrës. Zoti don zemrën tane, jo barkin tan. Allahu jo e don pastërtinë tane, jo iftarin dhe sifirin tan. Po këtë arsye, ne gjëja e parë që duhet ta vendosim në theks është se gjithmonë të kemi parasysh se t'i lëshojmë vend Ramazanit në zemër. T'i japim mundësi Ramazanit, agjërimit, namazit, gjithçka që ka bëjmë Ramazan, të mrihet te zemra. Nuk ka mundësi për shembull ti mysafir me lan të dera, edhe me thonë kemi nderu bollvalla. Jo se ka një qëllim. Ka një qëllim. Mjeshtri kur vjen ka një qëllim. Ti normal se është ka dera, o më e çon te mjeti çka tu ka prish për me ndreq. Për këtë arsye, nëse e lajm doktorin te dera, ai s'ka mundësi me kri punë, me prute pacienti, me e prek pacientin, me e pa, me ja prek varrën, me e mjeku, e kështu me radhë. Andaj Ramazani vjen për t'i mjeku dhe shëru zemrat tona, për t'i bën më të devotshme, për t'i pastru ato dhe t'i bën të gatshme për afërsinë me Allahun subhanahu wa taala, por kjo sa rrihet nëse na agjonojmë veç me trup. O sigur me lanë tham, njerën veç të dera, kemi qelë derën, por në alhamdulillah ja qelë mi derën, ama a ja qelë mi zemrën. Pa ja qelë Ramazanit zemrën, ka mundësi Ramazanit me kalu shumë njeri ju. Ka njerës 30-40 Ramazanit kanë agjëruhe, por nuk e kanë arrit zemrën me e përmisue. Nuk ka arrit zemrën me e përmisu. Për këtë arsye, fokusi i parë, puna e parë që duhet ta bësh në Ramazan, cila është të punosh me zemrën tane. Të punosh me zemrën tane. Ramazani edhe pse duket marrëveshje apo marrëdhënie trupore, ai në realitet është marrëdhënie e zemrës. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an çfarë thot? Thot: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan." Është Ramazani muaj në të cilin ka zbrit Kur'ani, kanë zbrit argumente dhe qartësime dhe provat se Allahu subhanahu wa taala është ai i cili meriton që t'i bëhet ibadet. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Ai që e mrin Ramazan le ta agjëroje. Ai që e mrin Ramazan le ta agjëroje. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Ai i cili është i sëmur apo është në udhtim, le t'i kompenzon kur të ketë mundësi. Fa iddatun min ayamin ukhar. Ki do ta kompenzon agjërimin, por Ramazan me zemra do ta adhuron Zotin e Madh te bareke ve teala. Pra, zemra e ti do të jetë funksionale, zemra e ti do të përjeton Ramazanin, por s'mundet me agjëru shkaku i smundjes. S'ka mundësi me agjëru shkaku i smundjes, e kështu me radhë. A ka mundësi për shembull njeriu me qëllu me një neje, edhe për x edhe y arsye, ka mundësi për shembull e ka rregullu dhamin dhe s'në habuk. Po a e shijon ai nejen? Po e shijon. E shijon nejen, e shijon muhabetin, e shijon mitësien, por vetë se nuk habuk. Pse? Se s'mundet me hangër. Kjo i bet që ai nuk i merr ato të mira të ndejes, jo i merr. Për këtë arsye, Allahu subhanahu wa taala e përjashton trupin nëse ai janë defekt. Faman kana minkum maridan, se nuk ka qëllimi aty. Fa iddatu min ayamin ukhar. Ai do t'i kompenzon ato. Pastaj thot Allahu te bareke wa taala, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Zoti do më u bë let, e do më u bë oran. Wa li tukmilu al-idda wa li tukabbiru Allah. Që ju ta plotsoni muajin e agjërimit dhe ta madhnoni Allahun subhanahu wa taala. E madhrimi me çka bëhet? Ti kur agjëron realisht, as nuk merr tekbir, as nuk vërtet Allahu akbar, as nuk lëviz. Është agjërimi i vetmi adhurim që do dinte dobia e ditë, i cili manifeston tauhidin e Zotit xhel xhelalu në mënyrën më të mirë. Heshtu razi. Agjërimi është heshtje. Agjërimi është një vepër e cila në ta as në zonë nuk ka, as kur gjo. Por, li tu kebbirullah, që të madhroni Allahu subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsye, gjëja e parë të ndëruar xhamat, që duhet ta kuptojmë nga vargu i punëve në Ramazan, është se gjithçka çfarë do të bëjmë prej agjërimit, sifirit, iftarit,
taravive, leximit Kur'anit, sadakave, veprave të mira, mardhënjeve, të gjitha janë për qëllim me mritë zemra. Zemrën duhet me prek. Po nuk e prek e zemrën. Se ke prek problemin. Zemra i vetmi organ në aspektin fizik, i vetmi organ që nëse nalët shkon njeri. Gjithë shka mund të bu kompenzue. Së të punon një organ, ja bëjmë qarën të qish, kompenzohet, regulohet, ma ta qënë të qish. Po unal pompa e zemrës, s'ka mu njeri. Ajo është pa tjetër me funksionue. Jo rasi Zoti Madh te bareke ve teala ka bo të pandalshme ata. Kur ndalë thonë ju ka ndalë zemra, ka vdek njeri. Pse ka do pandalshme? Se për me kanë ai njët i gjallë vital pa tjetër me i punu zemra. Njët është edhe me zemrën e kuptimit, me zemrën e pastrimit, me shpirtin. Po unal, nuk ka më dobi për ati. A ka njerëz ju ka nalë zemra? Si punon zemra? Apo krejt organët i ka, po zemrën si ka. A ka mundësi njeri me thonë, valla mashallah, kur gjasi dhim ke? Vesh me zemrën ka pak problem. Po jo, me zemrën me pas pak problem, o shumë problem. Me pas me organet tjera shumë problem, me zemrën me pas problem, o pak ma pak. Me zemrën me pas problem, a problem. Andaj na kure lavdrojmë një njeri, thojmë zemër mirë. E kure ofendojmë, thojmë zemër keq. Mjafton kjo për me cilësue. Andaj, nëse një zemër është e mirë, shumë gjuna e ka mundësi me ju falë për para Zotit te bareke ve teala. Dhe anasjeltas ka mundësi njeriu me pas zemrën e prisht, dhe mëkatet jashtme nuk ban, po zemrën e ka prisht, Allahu xhala ka probleme. Andaj kjo është gjëja e parë që duhet ta kuptojmë. Ramazan, betejën, luftën e kemi me zemrën tonë, me shpirtin tonë. Si e kemi rregulluar raportin me zemrën dhe Allahun subhanahu wa taala. Kjo është e para, të ndëruar xhamat, që duhet ta kemi parasysh në Ramazan. E dyta që duhet ta nxjerrim prej dobive është se Ramazani, të ndëruar xhamat, është 30 ditë, është medrese, është shkollë. Me hin këtu, sikur që përmendëm ligjëratën e kaluar, dhe mos me dali fal pi gjunaheve, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam në dua që ka bëu Jibraili, le të hyjë në xhenem. Le të hyjë në xhenem. Për çfarë arsye? 30 ditë tu të kallxu maharot që ka me arë kjo ditë. Ti pikure ditë se ka me konë Ramazan. E din shumë përbara. Andaj, në Ramazan nuk hijet pa përgadit. Nuk hijet Ramazan pa përgadit. Ai cili hin pa plan, pa përgadit, së një del në Ramazan. Nuk mundet me ja dal. Nuk mund është ti me morë një udhtim të vogël 2 ditor pa përgadit. Pa e dit ku i të shku, ku ki me nejt, qka ki me bo, s'ka mundësi. Edhe nëse shkon mushetit jam të shku, dush me bo një plan. Qëtu ka me shku, qëtu pa tjetër është një plan. Dikush me thonë, po nuk ka mund e do një agent, thesh ka mushetit. Edhe e shëtit me do një plan. Kur ki munis? Kur ki me mri? Ku ki me flet? Ku ki me vazhdue? Para në një shëtit me do një plan. Po para me në për adhurimin matë madhë që e zbret Allahu subhanahu wa taala në aspektin kohor, Ramazani, ku ka zbrit nga Kur'ani, ku bëhet adhurimi i agjërimit. Apo edhe sa për i muslimanëve po thot, po anive ka marrë Ramazan, e presna me datë. Jo, du të me prit me plan. Ka dallim me e prit me vakt edhe me e prit me plan. Çka i bie me prit me plan, të ndëruar xhamat? I bie me ditë sakt, pit ditës parë, para forësisht dhe ditën e fundit, cilat janë lëvizjet e tua. Çka ki me bo? Sa hatme i ki për qëllim mi bo? Nëse je ka njeri që s'ke bo kur hatme, apo, që do më thonë ti i dështum total, do më thonë ajo për të cilin ka zbit Ramazanit ti se ban, ti agjerimin e ban si obligim. Por Allahu gjelora thotë Ramazani mu i Kuranit. Dhe në njeri një hatme së në ban Kuran, nuk kanë regull kjo. E pak këto një hatme me nëzirë, me lexu qatë libër Zotit te bareke ve teala. Po këta syje gjëja e parë që duhet ta dim thamosh zemra, e dyta o planim me çka? Çish kena me ja bë kësaj zemre? Për shembull, unë jam kur s'kam bë hatme, dunja me bë. Do të më bëni hatme. Je njëri që e ban një hatme, do të më bëni plan çish me bë 2. Nëse ti ka marr 5 orë një hatme çdo ditë për me bë tan Ramazanin, banë një farë plani që me mujtë më angazhu vetën mi bo dihatme. Nëse
ke arrit mi falë veç farzët në Ramazan, dush me pas një plan agent qysh me mujt në Ramazan mi falë edhe sunetët. Mos me tik sunetët. E kështu më radhë. Pra, me ngrit numrin e adhurimeve bashkë me cilësinë e tyne. Edhe numrin, po edhe cilësien. Andaj, mos hinë Ramazan pa plan. Nëse i angazhu në punë fizike, i ki punë të tua, i darës, do të me organizu edhe atë punë që mi dhanë hapsir sa ma shumë Ramazanit. Nëse mund është me morë pushim, mere pushim. Se s'bëhat kiameti me morë pushim. Apo, shtynë në krit, nuk bëhat kiameti. As dili nuk nalët, edhe ti mos me shku punë, dili nuk nalët. Po, funksionon firmat, edhe firmat e njerëzve funksionojnë, edhe buk kanë me angër njerëzit. Andaj mos e merë kiamet. Dhe s'bëhat kiameti. Çka dush me ba? Organizo. Mirë dikush thotë, unë sunë la, në rregull. Menaxhoje, paksoje, zinja kohën sa më shumë punëve dunjës, tu mas Ramazanit. Po këtë arsye banë një plan. Një plan. Qoftë edhe në telefon, te notës, banë një plan. Du mi zanë, nëse i që si falë namazën në gjami, e pakta një di namazën mi zanë në gjami. Nëse mund është 5 gjami, 5 gjami, zani 5 vakë gjama. Shijoje maksimum Ramazanin që të bëhet i përgatitur dhe i planifikum. Ai cili ka ba plan, ka mi adal. Pastaj, tjetër muhabeta se realizon planin. Ka mund që ti e ban planin, me një Ramazan e kja realizu 20%, kjo në regull. Po ti ki plan. Në Ramazanin tjetër e realizon 40%, kjo në regull. Po ti ki një plan. Pastaj i merë edhe ishe sa ke dështu dhe sa ke ecë për para bas planit. Qysh me dit në qëfar Ramazani ki kalu, ti hiq nuk dit qka bëmat edhe qka ndodh. As në këdi kur duhet, qka duhet. S'ki far plani, s'ki agent. Dhe s'muna as me notue. Nuk muna as me ta notë me thanë, po dhe planit pas ka dalë 50%, po alhamdulillah. Në Ramazanin tjetër, inshallah e ban 60%. Banë një plan. Ai cili hin në Ramazan i pa planifikum, zakonisht janë këta njerëzit destinum, janë bëmë hazër me dështuë. Shumica njerëzve zakonisht ka e logaritin plan, po thot ka meninu une. Po kjo ka meninu farzë, nëse në të bëmë mahbet. Po që i normal që ki meninu e. Ja ato shka zbesoj së ninojnë. Ama ti, përvec se kimi agjeru, qa ki me bëhe? Qa ki me bëhe? Po këta si të ndërum gjëmat. Duhet besimtarit të ban një plan. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte eduku sahabët e vet 6 muaj ditë përpara mu bë hazër. 6 muaj ditë përpara. I bën njeriu kur merr një udh, vazhdimisht thot detalet e planit i këshir, detalet e planit. Kena me shku qëtu, kena mu nalë qëtu, e pasaj dhe qatë plan qka e ka, e detalizon edhe ma tepër, i arrit cilësinë edhe ma tepër. Apo, andaj, bahu planifikus i mirë i Ramazanit tanë, që t'janë nxjerrës mirat mas shumëti. Dhe kjo pastaj është relative njerëzit se si kanë mundësi me i bo planët e veta. Normal se dietari ka tjetër plan, hafizi ka tjetër plan, profesori ka tjetër plan, si cili në varësi sa ka mundësi me, ai tregtari ka tjetër plan, mirë po si cili ta ketë një plan sa ka mundësi me nxjerr prej Ramazanit vet. E theta të ndëruar xhamat, që duhet ta kuptojmë. Në Ramazan manifestojmë Islamin e vërtet. Që i bje kjo? Tauhidi Zotit, të besuarit Allahut një, mas mirë të shifët Ramazan. Për çfarë arsye? So është vepra e cila nuk shifët. Apo, kur falësh lëviz, kur jep zeqat lëviz, kur ban hax lëviz, i lëviz ti. Mirë po, kur agjeron nuk dihet. Dhe kjo të ban që tauhidin e Zotit me manifestu mas mirë ti. Që që manifeston? Sepse e manifeston tauhidin e Allahut subhanahu wa taala duke u mësuar që mos të kërkosh dëshmitare jashtë Zotit për veprat e tua. Mësohun Ramazan e pastaj edhe pas Ramazanit. Mos kërko dëshmitar përveç Allahut se a e ki bani puna jo. Se njerëzit dinë dhe mos me dëshmua. A ka mundësi njeri me të pa tu fale me thonë su fale? Po. A ka mundësi njeri ti mi jadhon një ndihme dhe me thonë s'ma dhave? Po. Se njeri rrejnë s'ma dhave thot. Ja ke dhonë thot s'ta dhave. Ama nëse thot dikush tyje në Ramazan nuk ka gjërove, atë shqetson? Jo, nuk shqetson. Nuk shqetson. Sepse dëshmitari jot se ti e tu agjeru është Allahu subhanahu wa taala. Dëshmitari jot i vetmi që ti e tu agjeru apo edhe ajo që ta ka marru si firin, nuk e di, se ti për jashtësh. E ka mundsi as si firin me na thonë ha edhe sa bojnë. Ama cili është argumenti, cili është prova që e tu agjeru? Në Ramazan e kupton çta?
Ç'kjo është tauhidi Allahu subhanahu wa taala. Ti bësh punë veç për Allah. Ti bësh punë veç për Allah. Mu çuki çupi me thon, na nuk besojmë se filani agjeron. Ndërkohë që ti ke bindje se ke agjeru për hir të Zotit te bareke ve teala dhe e din Allahu se je të agjerue, rahat. Pse je rahat? Thu po Allahu e di. Sunë edhe s'kam çish më mundsuar. Çish më u ka thënë se s'kam hungur. Për shembull, nëse thot dikush ti e para iftarit, m'duket ka ora 2 që ti ke hungur. Apo, ama ora sa 5. Çish më të kallzuar se s'kam hungur. Ja vetë kallzuar. A më shku më bë operacia. E kena gjetë do buk në lukth. Po çish më të kallzuar se o kone e sifirit? Po im komplikime të shumta apo. Po këtë arsye të ndërum xhamat. Tauhidi i Zotit, njësimi i Zotit. Ta bësh Allahun një, ta besosh Allahun një, ta adhurosh Allahun një. Nuk është që të kish dëshmitar prej njerëzve se ti je i mirë, se ti je musliman. Apo, njerëz dëshmojnë për të jashtëmën. I tha Sa'd ibn Waqqas radhiyallahu an, pejgamberit alayhi salatu wasalam në një prej ndarjeve të pasurive që e bënte pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe tha ja Rasulullah, disa njerëz po ju jep e filani besimtar i mirë, mu'min, tha au musliman. Mos dëshmon ti dëshmon për jashtë, nuk dëshmon për mrena. E Ramazani vjen me të kallëzue, hajt takshirmi për mrena që shije. Hajt takshirmi për mrena që shije. Tash e ki mundësie në Ramazan me e pa ku shije për një me. E fal namazin, në rregull jemi. E jep zekatin, elhamdulillah, e ban haxhin, elhamdulillah. A ka mundësi kjo mu bo për sy e faqe? Po. Të ndërum xhamat. Munafikat në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë arrit mu fal për sy e faqe. Kanë arrit me dal në luftë për sy e faqe. Kanë arrit me dhën pare, sadaka për sy e faqe. Apo, a mundet njeri me shku në haxh për sy e faqe? Po. A ka mundësi me shku në umre për sy e faqe? Po. Madje na jetojmë kohën e reklamave, kohën e fotove. Shkon për siret, shkon me bo foto. Apo, Allah pa mri thot që të më siret. Normal, aje ka punën e vetë me Zotin e vetë, na nuk i përzina kërkujt. Po jetojmë kohën e një fakit global, kohën e hipokrizijës, gjukush gjithë shka. Njeri edhe kur do që shkoje, foto. Do ma thonë, njerëzit nuk janë rahat, nuk janë të knaqën, për shta e nëzjesin foto. Apo, andaj, ajo që ka s'kan arrit me bo e munafikat në kohën e pejgamberit a.s. cila ka qenë agjëribi. Ha? Pse? Se unë e ha buk shpjeti së mshe, a ju thami agjërushëm. E kjo është të ndërum xhamat. E ki shansin e ardh taltanit për mi kallzu Zotit tanë, se unë jam besimtar i mirë. Se nuk i dëshmitar realisht përveç Allahut që jetu agjërua. Na nuk i dim që a jetu agjërua jo. Na ulmin si firë dhe niftar. Ka mundësi mu ul 5 veta niftar, tut 5 menojnë që janë të bo iftar, as njani sa të bo iftar, atë e hangër darkën e dit. Kush e di? A e di dikush? Jo nuk e di kërkush. Veç Rabbul Alemin e di cili ato agjëru, cili sa to agjëruë. Që kjo është ta dëshmosh Rabbul Aleminin dhe besimin në Zot për një me këtë muaj. Vetë Zot e di a jam agjëru shumë ajo. Dhe kjo na jep edhe një farë imuniteti kur ti t'akuzon dikush pa drejtësisht. Kur ti thu po Allah i beti se kam bënë këtë mund. Kur thot ti dikush ti e ki bënë që këtë mund, ti e ke bënë dhe këta, ti thu po Zoti e di, s'ka më në dëshmitar tjetër. Aisha radhiyallahu anha nuk ishte dëshmitar se nuk e ka bo punën për të cilën e pa akuzojnë. E zbiti Allahu gjellë ajetin. E zbiti Allahu me ajet e pastroj. Me ajet e pastroj. Po këta sy të ndërum xhamat. Mësimi i tretë që duhet ta kemi parasysh në Ramazan. Le të mësohemi që për veprat tona mos lipmi dëshmitar për njerëzve. Se njerëzit dinë mos me dëshmoj, thotë nuk dëshmoj. Nuk dëshmoj se jeni mirë. Me vetë dunjën krejt sot, pice ka ardhur pejgamberi alayhis salam, a dëshmojnë këtë që janë njerëz mirë? Jo. Jo, nuk dëshmojnë këtë. Aja prishket mirësin të pejgamberit? Jo. Sepse zvarët për emocioneve të njerëzve. Nuk varët për emocioneve të njerëzve. As knatësisë të tëre. Se ti si e i knasht me një njeri, ose ajso i knasht me ti, kjo kur gjonë s'do me thanë. Kjo kur gjonë nuk do me thanë. Ka mundësi me pas t'i prova, ka mundësi ti jetu menu diqka, po kjo kur gjonë s'do me thanë. Dhe kjo qish mu rahatu, dikush thot, shumë e po që ki po menon që unë jam njeri keq, qish mu rahatu une. Merët dëshmitar Zotin tanë. Se fundja të ndërum gjumat, nëse je i keq, po s'bambe kur gjonë do bi me thonë njëzit je i mirë. Po ti i keq i je. Ti kur e di se zemrën e ki e plot urrejtje, plot zili, pak besim, shumë mangësi. Ti e di vetën,
Edhe njerëzit thonë mashallah te barakallah. Po çka të bën dobi kjo? Çka të bën dobi ti kur thot Ibn Hazmi veç ahmak i gëzohet kësajna. Është një njeri të veçel gëzohet, alhamdulillah, unë jam kurkun jam i prisht jam, po njerëz po mendojnë mirë. Po kjo s'ban dobi te Zoti. Ramazani vetëm të kallzu po ti. Le më çka thonë ata? Ti e di vetën. Vjen Ramazani për me të thosë te Allah i matesh me çata çka i e për një më. Jo për ata çka mendojnë njerëzit, vetëm mendojnë çka dojnë ata. Apo për këtë arsye, sikur që më mendu që je i mirë e nuk je, e sikur që më mendu që je i keq e nuk je, tu dia te Zoti nuk çojnë pesh. Çka mendojnë ata? Për këtë arsye, pastroje dhe merr dëshminë e Zotit tan, kam Allahun dëshmitar. Se funi kërkush nuk e di çka jetu bëhe. Këta pastaj shtrinë edhe në vepra tjera. Qysh me shtri vepra tjera? Po dhe për çdo punë tjetër mos lip dëshmitar. Mos lip dëshmitar se je burr i mirë, mos lip dëshmitar se je njeri i mirë, mos lip dëshmitar se je musliman i mirë, se nuk do më thonë se ta japin. Ti do me sa prej njerëzve për shembull, ti e lip te zili çariot, a jam njeri i mirë. Po ti nuk mund të bëj, ç'ta thot kur ata? Jehudit kanë vdekës kanë thënë se Muhamedi sa më burr i mirë. Megjithëse Allahu ka thënë në Kur'an alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Ata e dinë se është ai burr i mirë. Po se thot wa idha qila lahum ittabi'u aminu bima anzala Allah. Kur ju thotë atyre besoj atë çka ka zbrit Allahu, ndjekja atë çka ka zbrit Allahu. Qalu ne tha i besojmë veç asaj që ka zbrit neve. Nu'minu bima unzila alejna. Në veç ajo për neve. Pse? Se njeriu është i tillë, qenia njerëzore ka një varg probleme, kriza me veten. Andaj vjen agjërimi për me të kallëzue. Mjafton dëshmi puna jote që e di vetë Zoti jot. Që e din vetëm Zoti jot. Po këtë arsye të ndurum xhamat, agjërimi vjen për me pastru tauhidin e robit. Besimin e robit. Besimi është raport mes ti dhe Zotit. Unë mund të them ti po besoj. Dhe një herë aziz nuk besoj. Ti mund të më thon dikujna sa ju ndodh njerëzve në bisedat e veta. I ka thënë ai dikush diçka që thotë çashtu kana. Unë vetëm po çfarë çashtuive, sa të çohet po rreti. Po pse i thava vëlla çashtu ka? Po çashtu është ai, ku më zgatun e këtij, ki smer vesh. Ki ka çaf çashtu më thon. Vini re, a mund të njëri më thon besoj as beson? Po. E me Rabbul Aleminin po. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ka për njerëz të Allahu në Kur'an. Ka për njerëz që thonë kena besu edhe Allahut të ditës së ahiretit. Ama s'jam besimtar. Apo sikur që ja bën ti dikujt në rrafsh, çështë ka munafika ja bën, doin me ja bën rrafsh Zotit madh te bareke ve teala. Po kena besu. Ai çka besu? Është Ramazani dëshmia me kallëzu që ai besimtar ajo. Se nuk i di veprat kërkush. Kjo është mësimi i tretë. E katërta, të ndëruar xhamat. Trupi është ai i cili e manifeston dhe e vepron dhe e fut funksion agjërimin. Apo mirë, po kjo prap qëllimi o dikon tjetër. Ti e të agjërua me trup. Sa pin si firë dër niftar. Dhe fillon e lodh trupin. Për çka e lodh? Na shpesh lodhmi. Por kur lodhmi, atë shkon ndërmend diçka. Se ti kur lodhesh, mësimi i Zotit xhelle xhelalu që po ta çon gjatë lodhjes, qoftë uri, qoftë çfarë lloj lodhje. Çka po të kallzon Allahu subhanahu wa taala? Ti o insan nuk po i tash as Zoti vetvetes. Të kanë shlu komt, të kanë shlu buka, apo do i shlon cigaria, do i shlon nervoza, ali do të më shpejt, po i zbën iftari më shpejt, kur do gruaja apo vere më bale më shpejt. Çfarë po marrë haje? E do mu tranu njëri. Pse? Sepse ka problem me zemrën e vet. Allahu e lodh robin me agjërim për t'i kallzu. O insan, a Zoti vetvetes nuk i je? As i Zoti vetvetes nuk i je? A ha me ta nal bukën çka po është? Po këtë arsye vjen Ramazani të ndërum xhamat me na kallzu si kur lodh me e kena një Zot që na ma, se mojna na vetën. Atyre muskulatorëve, atyre intelektualve, atyre pasanikave dhe zenginave, të cilët menojnë se me kratë veta ka bon pasuri. Apo, nalja një bukën të ndërum xhamat, kallxoni se s'janë Zota në tokë. Kallxoni. Hale, me ta nal bukën, a je Zoti vetëm, maja. Apo, ama me të lanë 5 ditë pa bukë, edhe me të nxerë që atin një kaqore bukë, edhe pak do ujë, qysh ban? Qysh ban? Kalon në shtazëri. Je i gatshëm me kafshu njerin për me mor bukën. Allah pse e ka bo që ta? Për me të kallzu o insan të jaz vetën së në ma. Veç Allahu subhanahu wa taala e mban robin. Andaj që kjo qëllimi i agjërimit, me na kallzu Zoti jo në dopsirë. Ne na dopt.
Në na dop. Pse vjen agjërimin? A mujna na me bë këtë dhe jashtë agjërim? Po muna. Ti mundesh me punu 8 sa, 10 sa, lodhesh, ama shumë njerëzve nuk ju shkon ndërmend. Madje kur lodhet, çka thot? Po lodhet baba për juve. O baba i nderuam, a të ka shku pak ndërmend se edhe Allahu po të kallzon ti diçka me çka të lodh me? A u lodhe po? A more më shumë se sa mujte? Jo. Lodhesh 10 sahat, s'hibe rroga për me hec nuk rim. Nuk i grova. Po këta sfetë ndërum xhamat. Ta kuptojnë anisa në Ramazan. Na lodh Allahu me agjërim. Na lodh me ujë dhe pije që janë halal. Për të dhënë një mesazh. Mesazhi është shumë i hinor. Mesazhi është shumë i madh. Cili është mesazhi? Ti i thu Zotit tan, o Allah, rob jam. Apo, rob jam. Pse gëzohet robi në iftar? Pse gëzohet? Pse gëzohet? Gëzohet ata të cilët kanë iman dopt, gëzohen që aty u marru supa me hangër. Ata që kanë iman për një me thot, elhamdulillah që Zoti ma mundësoj me hangër. Apo, andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala rizkik, me rizkin tanë o Allah po ba iftar. Me rizkin tanë o Allah po ba iftar. Pra ti i dërzoj, o Zot, kjo ditë e cila më ka lodh me agjërim, elhamdulillah që i kilon me hangër buk, se ti e furnizon robin me buk. Ti e furnizon robin me risk. Pra ideja agjërimit është që të lodhemi e t'ja njohim Zotit begatien se ai kujdeset për neve. Apo, se janë do njerëz janë të menu si Allahu që ka kriju tokën e mos me kanë këta me punën e tyre toka shkon huq. Ha? Mos më kanë gjiksi, mos më kanë muskulla. Ha, moti ju, ku be moti, ku me shkuna? Apo, ja kjo komunizmit që që ka prish procesorat disa njerëzve. Mos me paskon që kia, ju azbuksën a ishi. E Allah vjen i thot robit, a gjoro pak. Kusht të furnizoj ka tije? Po ti vetën beson e ma për ma që di kanë. Vetën së ne ma, o insan. Aj qka së ne ma vetën, qishe ma beti kanë tjetër, kanë të mërë qlojnë tije. A mu shë para minutit 2 dit me agjeruhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam agjeron të 2 dit, të 3 dit, të 4 dit, pa e nal hiq. Pa e nal hiq, nuk ban të iftar. A ma kishtë takat. E para minutit me agjeru kaç dit. E mos me po iftar. Me agjeru një javë. A i thu dikujna, unë ju ma juve. Apo, ama veç të u maj ti vetë se ma ekuilibrin, unë ju ma juve. Me ta shtu dhe di javë. Apo, a mu ne thu, a i zani shkone veç të ullë. Kush ju ma, po të që të majt vetën. Të që të majt vetën. Që kjo është shëllimi agjerim të ndërum gjëmat. Me të kalzu Allah, o insana, a e kuptove sa i dopt tije? A e kuptove sa i dopt tije? Nena dopt. Ja ejuhen nasu entumul fukara. Allah dhët, o ju njerëz ju jeni fukara. Ju jeni, jo Allahu gjele gjelalu. Allahu ju ma juve, jo tokën. Hasha wa kella Zotin gjele gjelalu. Andaj, mere këtë mësim, gjdo dhe qka agjeron, kur të bash iftar, alhamdulillah. Alhamdulillah, o Zot me riskun tanë, me të mirat e tua, se me met për neve, me të anol pak oksigenin, ti hub kontrolën. Apo, ti me e pa të ndërum gjemat. Sa pik e vogël, në trunë, në kokën e njerit, në kafkën e njerit, e man, ekuilibrin e njerit, ti thu, që kjo të matin kam, të kusht hupët menja. Me e pa ati sa vijat holla, në vesh, edhe në mrena kafkës, e kanë zbulu doktor, që të pika, thot e maj njeri, mos mi u livrit trupi. Pse si livrit? Ama Allah e kam pështjel me koc, e ka shti mrena, kur kështë se me prek. Duhet shumë me të godit, do një mdeshje e madhe, që ti me ta turbullu pak qata. E pasaj mjekët duhet me kujdes, me të prun veti. Edhe apet insani thot, kam të mija, kam të tua, po me ta livrit pak Allahu gjelohat qëta. Apo, andaj, kuptoj e në gjërim, varfërin e Zotit, fukarallëkun, që ta banë Allahu të bareke vë tala, për Zotin tanë të bareke vë tala. Kjeta të ndëruar gjëmat, mësimi i 5 që duhet ta kërkojmë në Ramazan. Cili është? Të ndëruar gjëmat, mos me ndoni kur dhe mos se angazhoni kur vetën me sevapin. Sevapi, shpërblimi, është pagesa që e jep Zoti robit. Ama ka njëherë, qatë shumë na të hi, a na jep, as na jep. A na jep, as na jep, e lojna punën. Apo, zakonisht ato shka s'punojnë, shka bojnë muhabet, që ato mas shumë ti bojnë muhabet për roga. Jo be bune për 400 të baje sap. Ato shka punojnë, ato si bojnë të muhabet, ato dhe une për punoj që atë ka mundësi.
Apo, ata të qajtorës me lugën që e manë gjithë ditën kafe, ato shka thonë, për 500 euro, së të bëjë sabune. Ata i din mirë, 600, 700, ata tamam e kanë muhabet, ama ketë ajo jetë muhabet. Në fund, ba ma ki kafën e vesën e pagun. Të ndërum gjëmat, shembulli të është më i madh. Allah na ka përmen, premtim, për zdo vej për të mirë shpërblim. Për namaz, për agjërim, për zeqat, për haqj, për kurse bani haram, për zdo ka pagun. Apo, ama para me not ashti me hije në paranoj edhe në dyshim. A ka me në dhonë ketve? A ka me në dhonë ketve? Bane sop një firmë madhe i ka 50.000 punëtor. 50.000 punëtor. A është normale për shembull? Normale është, nëse ka do një krizë, nëse inflacion, apo sa të shku malli mirë, sa të shit, apo edhe ti, për shembull, vjen dikush të ishti dishimet që këtë mujmë duket sën ka me nashlu këtë vërroka. Pse 50.000 jena 50.000 puna s'ka shku mirë. Apo, me gjithë se shefi ka mundësi me pas stabilitet fort, edhe firme fort, me thonë, mos e bajbe ti këtë gale, punaj e ti punën tanë, na mirë me atë pagujnë ajo. Apo, ata do të shka thonë, që këtë mujë shefi, se dia ka me në mujtë. Ky, se ka menën të puna, a ka me në pagujt ajo. Shembull e Allahit është më i madh, ndërum xhamat. Qysh na shtë ketëve në xhenet? Qysh na pagun ketëve? Mos e ma këta. Ti e ki obligim më xhoru. Ti e ki obligim më fal. Ti e ki obligim me e pastru e vetën tonë. Ti koncentroju të puna jote, mos u koncentro të ajo qysh na pagun aj. Apo, mos u koncentro të ajo qysh mundet krejtve neve me na dhon shpërblimin. Qysh mundet Allahu subhanahu wa taala si cili njeri kur falet i drejtohet si cilit një ka një. Si cilit një ka një. E tash për shembull, kur ti lutesh te Allahu subhanahu wa taala, a duket se ti ke punë veç me Zotin? Veç ti edhe ai. Po. Çashtu i duket ketëve. Se ti e roba janë Zot. Ama me thonë ti e kështu, për cilë që të 15 veta, fol me tut 15 për një herë. Çka ju thotë? Veç meren, një ka një. Apo nxënësat profesori thotë meren. Ai çon nxënësat profesori më thonë, çulu tut 40 ve minuta, folni komplet. Jo, thotë no, një ka një. Pse kapaciteti njerëzor i jemi janë veç një me ngue. Bile njani me fola gjë thotë, "Na lë vëshuj se jam të ngu këta." Ama ajo Zot krejtve na përcjell për një herë, krejtve na ngon për një herë, krejtve na furnizon për një herë dhe krejtve na shpërblen për një herë, na duhet me pas këtë gajle. Apo, mos e maj gajlen, çysh na shpërblen Allahu subhanahu wa taala, sa ai ma premtimin, ma e ti. Kur i ka përmend Jehudit që na s'kena me hije në xhenem për kohë të gatë, çka i ka thënë Allahu te bareke ve teala, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyam ma'duda. Qul attakhadhtum 'inda Allahi 'ahdan falan yukhlif Allahu 'ahdan am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Thot Allahu subhanahu wa taala, disa prej jehudive thanë kështu: neve zjarri i xhenemit veç pak ditë kena me hi. Te na ka do për muslimanë plot thonë. Habe do të kena me hi pak po dalna. Apo kia kona gjej ka po muhabet edhe ka ardh. Ka gjithë loga, apo këshir Facebooka të gjithë ditën e po. A bezë zina shumë gata gjë. Apo leki hoxha shtu e ka merak me na trishtupa. Këto xhallar kanë merak me utut juve. O ma jo ki kur gjo. Ky inxhinierave hoxha jo xhallarve. Kallzon pinçajtore se mos ututni shumë. Kush i morë ti më thonë se mos ututni shumë. Apo çu kanë thonë jehudit. Allahu çu u ka kthie. Ju ka thonë, a keni besë për Allahit? Se nëse e keni, Allah e ma besën. Si ta kish dekretin, Allah e ma fjallën. Ama ti e ki veprën ajo. Ama në fund Allah o thot, mos po folni diçka pa dije. Mos po folni diçka pa dije. Se nëse i thuti dikujna, shko te filani se ka me ti dhonë 1.000 euro. Ama ti e gërrejt. O dhe thot, të farë 1.000 euro, be, ka rrejt. A i thot, me pas thonë ti jap. Jo që si kam, po së të kam thonë. Andaj Allahu gjilua shembulli ti më i lartë, thot, nëse të kam thonë në të shpërblej, ama atë kam thonë ajo. Andaj mos të amajmë nga gajlen qysh në shpërblen aj. Mos u koncentro të shpërblimi, ama je pas maj, mosim paranoja. Mbaju të vepra jote, ty këshire banën punën tane. Kur ta përsosësh punën tane, tjetra është e Zotit te bareke vë tjala. Andaj të ndërum gjëmat, Ramazani ka shumë prej dobive, dhe sa do t'i përmendim me lejnë Allahu te bareke vë tjala edhe në vetë kur tim në Ramazan, e lusim Zotin e madh xhelel xhelalu, që Allah na mundson që të planifikojmë
plan të mirë për shfrytëzimin e Ramazanit. Elusim Zotin e Madh Xhelal, që Allah na mundson me i në Ramazan duke qenë me shëndet dhe me iman. Dhe të gjithë muslimanëve, lindje dhe porandim, kudo që janë, Allahu t'i jep siguri, Allahu t'i jep mbrojtje, Allahu t'i jep mundësi që të kalojnë Ramazanin nëpër familjet e tyre, me agjërim, me namaz, me vepra të mira të cilën e kënaqin Allahu subhanahu wa taala. Elusim Zotin e Madh që Allahu na mundson që zemrat tona të pastrohen. Allahu na mundson që shpirtat tona të pastrohen. Allahu na mundson që këtë Ramazan ta kalojmë me rizallëk të Allahu subhanahu wa taala. Elusim Zotin e Madh që Allahu subhanahu wa taala t'i fal gjunahet tona. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.